Joni Pashaj, në Shkodër keni bërë premtimin se diaspora do të paguaj 3 herë më pak energji elektrike për biznesin dhe do të jetë 5 vjet pa taksa. Sa e realizueshme është kjo dhe sa është efekti që do të ketë në buxhet? I dashur Joni. Tani thëmë vërtetën për energjit, nuk do e paguaj vetëm diaspora, po do e paguaj çdo biznesmen shqiptar. Energjia do zbres nga 18 dhe 24 lek që blihet sot, do zbres në 6 lek. I nderuar zotëri, në vitin 2013, energjia shit me 67 lek. Tani energjia do t'jetë fix 6 lek për çdo biznes. Së dyti, pa diskutim, që do lihen 5 vjet pa taksa. Dhe natyrisht do paguajnë sigurime shoqërore secili, po edhe aty mund të shohin për lehtësira, kurse asnjë taks tjetër gjersa të ngrihet në këmbë dhe të bëhet i suksesshëm biznesi i tyre. Impakti në buxhet, asnjë impakt negativ, sepse këto janë investime të cilat pas 5 vitesh fillojnë dhe japin. Bardha Hysa, ku e gjeni gjithë këtë energji, doktor? Na e thoni formulën dhe neve. Puna është sekreti i nisë përjetshme. Isa Gega, doktor, ke ndonjë plan për pushtetin vendor se reforma e ka shkatruar? E gjithë bota funksionon me bashki e komuna. Faleminderit. E keni shumë drejt. Pushteti vendor është shtrur në një vasal të pushtetit qendror. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe, ju keni shumë të drejtë. Kushtetuta e Shqipërisë i jep autonomi të plot pushtetit vendor. Kushtetuta e Shqipërisë nuk lejon qeverinë qendrore t'i diktoj qeverisë vendore. Puçi që ndodhi sfundi është shpreha më evidente ku Edi Rama merr përsipër dhe emron kryetaren e deleguar që se ekziston në asnjë nen të ligjeve